Në ditën e dytë e Asamblesë Parlamentare të OSBE-s në Porto, Sali Berisha u shpreh me tone të forta për situatën politike dhe sociale në Shqipëri. Ai tha se vetëm një qeveri teknike mund të garantojë zgjedhjet e lira në Shqipëri dhe theksoi se zgjedhjet e 11 majit janë pasqyrë e krizës që po kalon vendi. Berisha ngriti alarmin për shpopullimin e vendit. Shqipëria ka pasur zhvillime më dramatike në periudhën 2014-2024. Gjatë kësaj kohe, kombim ka humbur më shumë njerëz se sa çdo komb tjetër, madje edhe nga vendet në luftë apo konflikte civile rajonale ose botërore. Duke u referuar të dhënave të Eurostatit, ai shtoi se 45% e shqiptarëve kanë lënë Shqipërinë gjatë këtyre 10 viteve. Sipas Eurostat, 1.099.000 shqiptar janë larguar drejt vendeve të zonës Schengen. Në lidhje me rënien e lindshmërisë, Berisha tha se OKB-ja njoftoi disa muaj më parë se Shqipëria është vendi me rënien më të madhe të lindshmërisë në botë për shkak të migracionit. Shkalla e lindshmërisë sot është aty ku ishte para 100 vitesh. Berisha u ndal edhe tek rezultatet e zgjedhjeve të fundit, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për keqpërdorim të burimeve publike gjatë fushatës. Keqpërdori në mënyrë masive burimet publike dhe kjo është një nga arsyet kryesore që na çoi në humbje në 11 maj. Në përfundim, ai bëri thirrje për ndërhyrje ndërkombëtare për të siguruar një proces zgjedhor të drejtë dhe transparent në Shqipëri.